rehabilitohen realisht të burgosurit, kanë në një situatë rehabilitimi kështu? Ka dalë në një vrasës në burgu, jo vrasës? Po. Në fakt, ky është një debat shumë i madh ndërkombëtar, është për te asaj që se kjo është sarkastike si situatë, është nuk ka rezultuar, domethënë politikat penale ose dënimet me burg nuk rezultojnë në pothuajse 90% të rasteve nuk rezultojnë që rehabilitojnë. E ka dhe bota këtë problem. Sistemi jonë nuk është rehabilitues, në tërësi. Sistemi jonë është sistem ndëshkues. Sistemi jonë nuk ka për tendencet që arri rehabilitimin e të burgosit. Se s'ka psikolog atje, s'ka... Ore s'ka qëllim sistemi, nuk është edhe psikolog. Qëllimi i sistemi duhet tjetë që të ndëshkosh... A ka të burgosur që lexojnë libra në këto librarit? Ka. Po mund të kemë burgosur që lexojnë libra. A ka njerëz që konvertohen në islam ose që bëjnë edhe kjo mund të po kjo nuk e rehabiliton. Se në të kundër t'i bjen që gjitha ta që janë marrë me mallë, janë këtyre muslimanë janë rehabilitu, nuk kanë ndodhur asgjë gjë. Se vendet e Bashkimit Evropian po punojnë dhe punojnë fort që pjesa e burgut jetë masa më ekstreme, siç edhe ne kemi të parashikuar. Dhe ne si avokatë ngrim gjithmonë që është shumë thelbësore këtë masën e arrestit në burg si masa më ekstreme që dhe vetë ligji e thotë dhe që përdoret kaq shumë shpesh dhe i kemi bugjet plot, është kjo pjesa e rehabilitimit. Ore ne për ata që kryen dhe thyen ligjet, ato rregullat e sjelljes tona që ne si shoqëri kemi thënë që ky është gabim dhe nuk bëhet dhe nëse e bën ti do dënohesh, nuk kemi dënim me vdekje. Kur ti s'ke dënim me vdekje, ai personi që ti dënon mbas 2, 3, 5 apo 10 vitesh ai do jetë prapë komshiu jot te pallati ku ti jeton. Atëherë pyetja është, do jetë më i mirë se ç'ishte kur e futën brenda apo do jetë më keq? Dhe ne duke e çuar vetëm në burg, çfarë ndodh? Probleme sociale, probleme ekonomike, sepse ai nuk prodhon atje. Familja kalon probleme sociale etj me radhë. Kush është një ndër politikat që vendet e Bashkimit Evropian po promovojnë, është pjesa e dënimit me gjob. Pra ti e dënon maksimalisht me rëndesë financiare, pa ama e lë që ai të punojë dhe të vërë mend. Ama të jetë edhe pranë familjes, edhe të bëhet njeri më social. Edhe shteti përfiton dhe nuk shkon te kostot e mëdha të burgut. Unë mund të them në eksperiencën time të punës, vetëm një herë kam marrë dënim me gjysmëlirie nga gjykata shqiptare. S'ka ndodhur kurrë. Mua më ka ndodhur vetëm një herë nga një gjyqtar që ka dhënë gjysmëlirie. I dënojnë. I dënojnë edhe janë të kënaqur kur dënojnë. Janë shumë të kënaqur, është shumë e vërtetë. Një kënaqësi. Domethënë, jam shumë dakord me kolegun që thotë që vetë sistemi është i ngritur në mënyrë të tillë që nuk ka për këtë qëllim në vetvete. Sepse në qoftë se ti shikon kënaqësinë që prokurori kërkon masën më të madhe për ty, gjykata të jep të plas masën më, shkon te drejtori i burgut dhe është ajo që po thoshte me drejtë Erioni, që unë e ktheva pak edhe në